Bashkia e Tiranës është e vendosur që të investojë në zonat dhe njësitë bashkiake të cilat sipas saj kanë qenë të diskriminuara nga drejtuesit e mëparshëm vendor. Kështu u shpreh kryebashkiaku Lulzim Basha gjatë inspektimit të punimeve për ndërtimin e një rruge të re, që do të lidhë rrugët e Lezi Sufi dhe Ali Gjuzi në njësinë bashkiake nr. 11. Sipas Bashës, në këtë njësi është krijuar një hendek i madh nga mosshpërndarja e drejtë e investimeve. Në këtë njësi bashkiake ne do të vazhdojmë me investime të tjera për të mbyllur sadopak atë hendek të madh që ka krijuar diskriminimi i saj dhe për të bërë të mundur një shpërndarje sa më të drejtë të investimeve në Bashkinë e Tiranës. Natyrisht nevojat janë të mëdha dhe puna që kërkohet për të mbushur këto nevoja është e madhe, por suksesi nuk mund të arrihet brenda ditës. Në këtë inspektim, kryebashkiaku shoqërohej edhe nga deputeti i zonës Ardo Bumçi. Segmenti i ri rrugor do të ketë një gjerësi prej 10 metrash e do të mundsojë një cilësi më të mirë jetese për 1000 banorë të kësaj zone. Punimet për këtë rrugë kanë nisur me një investim prej 22.2 milion lekësh të Bashkisë së Tiranës. Projekti i kësaj rruge, i cili do të përfundojë brenda 8 muajsh, parashikon vendosjen e bordurave të betonit për kufizimin e rrugës, punime për linjën e ujësjellësit si dhe sinjalistikë rrugore.